Ish deputeti demokrat Ervin Saliani ishte kundër përgjigjur sekretarit të përgjithshëm të Selis Blu Flamur Noka pas deklaratave të këtij fundit në rrjetet sociale ku e cilësoi Salianin si burr me botoks dhe akuzoi se hiqet si opozitar por nuk sulmon kryeministrin Edi Rama. Në reagimin e tij Saliani përdori tone të ashpra ndaj Nokës duke akuzuar për servilizëm edhe për sulme në funksion të Kolltukut. Flamur Çupolina, kjo kona që mendon se është bulldogi Sali Kolltukut flet pa menduar dhe shkruan pa kuptuar çfarë thot shkruan Saliani. Më tej ish deputeti demokrat deklaron se ka qëndruar përballë qeverisë dhe është përballur me pasoja politike e personale, ndryshe nga kundërshtari i tij politik brenda PD-s. Qëndrova përballë regjimit dhe u përballa aty ku deshën e kur deshën, ndryshe nga ty që u bëre spiuni serbëve sepse nuk e mbajte dot burgun, shpreh Saliani. Ish deputeti ka kujtuar Nokës edhe një episod në burgun e Fierit kur tha se ishte i trembur dhe kërkonte shoqërues. Të veshur me fustan dhe të dham shoqërues, tha Saliani. Më tej ky i fundit akuzon drejtuesit aktual të Partisë Demokratike se kanë kthyer partinë në një strukturë ku sipas tij shpërblehet servilizmi dhe sulmohen ata që përballen realisht me regjimin. Reagimi plot i Salianit. Flamur Çupolina, kjo kone që mendon se është bulldogi Sali Kolltukut flet pa menduar dhe shkruan pa kuptuar çfarë thot. Mul Çupolina, unë nuk pyes as për regjimin dhe as haja shqitjet e shefit siç bën ti për t'i rënë në sy. Qëndrova përballë regjimit dhe u përballa aty ku deshën e kur deshën, ndryshe nga ty që u bëre spiuni serbëve sepse nuk e mbaje dot burgun. Të kujtohet kur erdhe në burgun e Fierit i trembur dhe kërkoi shoqërues për të hyrë, të veshur me fustan dhe dham shoqërues. Trimat nuk bëhen me statuse, as me lehje për llogari të Kolltukut. Problemi më i madh i PD-s sot është se ka kloun si ti, është kthyer në një fabrikë ku shpërblehet servilizmi, ngrihet grotesku në piedestal dhe sulmohen ata që përballen realisht me regjimin. Koha e çrykëve që jetojnë me urdhra dhe privilegje po mbaron, se kush e mban burgun është e provuar, por se si e mban turpin një PD e tërë që të mban ty drejtues, kjo është drama e PD-s dhe shoqërisë. E për këtë do vazhdoj të luftoj, shkruan Saliani.